U përplas për vdekje teksa kthehej nga puna si kamarier, flet gjyshi 17 vjeçarit, ende nuk po na japin trupin e nipit. Një aksident i rënd ka ndodhur rreth orës 01:30 të natës në bulevardin Ismail Qemali në Vlorë, ku një 17 vjeçar ka humbur jetën. Automjeti tip Porsche ka përplasur 17 vjeçarin Leonardo Shametaj teksa ishte duke kaluar në rrugë. Ai po kthehej nga puna ku punonte si kamarier, kur përplas për vdekje nga një automjet tip Porsche që dyshohet se lëvizte me rreth 200 km/h, ndërsa drejtuesi mendohet të ketë qenë në gjendje të dehur. Gjyshi 17 vjeçarit ka deklaruar për mediat: "Kemi 8 orë në morg, nuk vjen mjeku ligjor dhe prokurori", ka thënë ai.